Sezoni turistik veror në qytetin bregdetar të Vlorës është hapur zyrtarisht me një koncert të zhvilluar në shëtitorin Lungomare mbrëmjen e së shtunës. Mira qytetarë dhe turistë mblodhen për të ndjekur performancat e artistëve të njohur të cilët krijuan një atmosferë elektrizuese. Gjatë ditës, eventi ofroi aktivitete të larmishme për fëmijë me lojra dhe animacione, ndërsa në mbrëmje skena e madhe e vendosur në Bregdet u kthye në epiqendrën e argëtimit. Shumë bukur, është një festë shumë e madhe sot. Jemi shumë të kënaqur, ka shumë qytetarë dhe ndjehemi shumë mirë. Kam lindur këtu, kam lindur në Itali. Marja është nga Vlora. Na kam lindur në Itali. Për pushime, po. Atmosferja, personat si janë këtu. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha gjatë fjalës së tij shprehu optimizmin për një sezon të suksesshëm turistik, duke theksuar pritshmëritë për një fluks të lartë vizitorësh. Vlora i ka të gjitha, bukuritë, mundësitë, njerëzit, ka ushqimin, i ka të gjitha. Kështu që duhet ta përqafojmë Vlorën sepse Vlora di si t'i trajtoj. Ky start i fuqishëm pritet të jetë vetëm fillimi i një vere të suksesshme në Vlorë.